Lëvizja vetëvendosje në Prizren të dielën ka takuar banorë të lagjes 11 marsi dhe 2 korriku. Do t'ja vënë pikën fitores ashtu siç thanë, pasi që ashtu e kanë moton e zgjidhjeve të 7 qershorit 2026. Lëvizja vetëvendosje në Prizren në takimin me këta qytetar të lagjeve 11 marsi dhe 2 korriku kanë kërkuar mbështetje për shtetin e së drejtës dhe zhvillimit të vendit. Në këtë aktivitet morën pjesë Ministri në detyrë Hajrullah Çeku, Ministri në detyrë Adin Hoti, si dhe kandidatë të tjerë të lëvizjes vetëvendosje dhe partnerëve nga Prizreni. Lëvizja vetëvendosje u tha këtyre qytetarëve do t'ja vënë pikën fitores, duke u rreshtuar fuqishëm në mbështetje të Republikës dhe qytetarëve të saj. Fitojmë bashk, festojmë bashk dhe zhvillojmë bashk Republikën tonë të përbashkët, u tha në mesazh të këtij takimi. Spari po ju kërkoj për juve që me na mbështet shumë edhe me punu fort deri me 7 qershor, nga se është data vendimtare se ka këna më shku. Këta po mundon me lodh popullin duke na çuar zgjedhje një pasqyrshme. Vitin e kaluar bllokun Kosovën për më shumë se 12 muaj. Tash prapë po dojnë me blloku, domethënë faktikisht nuk arritën me blloku tënsisht, po një kryeministër i cili pa 51% votave e pamundsuar me qeverisë Kosovën për 4 vite, edhe vetëm na dhanë mundësi për 2-3 muaj apo për 116 ditë qeverisje, se me 7 qershor ka me qenë 116 ditë nga dita kur u shpall, domethënë kur u formu qeveria Kurti 3. 2 korriku edhe 11 marsi gjithmonë kanë qenë në mbështetje të lëvizjes vetëvendosje, gjithmonë i kanë prirë ndryshimeve dhe proceseve të mirëfillta për Kosovën, edhe besoj që edhe me 7 qershor, 2 korriku edhe 11 marsi ka me aqit pikën. Rizam Holding, fabrika e re e bllokave Izoblok, Krush e vogël. Me Izoblok ndërto dhe për pompa mos harxho. Ndërto me Izoblok të ri, 25.